ndalo shitjen, fillo closing. Pse duhet të ndalo shitjen dhe të mbyllësh marrëveshje? E vërtetë është kjo. Shumica e njerëzve nuk dinë të komunikojnë. Më pak njerëz dinë të shesin. Dhe pothuajse askush nuk di të mbyllë një shitje. Ekziston një dallim shumë i madh mes shitjes dhe mbylljes së një marrëveshje. Në çdo bisedë shitje, në çdo ambient shitje, në çdo takim shitje, ti nuk paguhesh sepse shet. Paguhesh vetëm kur mbyll marrëveshje. Sa prej jush njohin njerëz që vetëm shesin, por nuk paguhen kurrë, sepse lodhin prospektin, e shtyjnë, e bezdisin, ti paguhesh vetëm kur e mbyll shitjen. Prandaj dua të mendosh për dallimin e madh që ekziston ndërmjet një shitësi edhe një closeri. Më thuaj pak. Një shitës ç'a bën? Zakonisht, shtyn, përdor këto teknikat agresive, në dy drejtën. Kur mendon për një shitës, cili është ai mendimi i parë, që të vjen në mendje? Green monster, nga ato mashtrues, manipulues, diçka e ndyrë, më ti shitës, më ti e kemi një vesh me bo biznes, diçka që të shtyn me zdorë, që shpifur. Krejt e kundërta është një closeri. Ani si e kupton ti që një closer i mirë? E ti kur e kupton ti që një closer i mirë? Kur pasi e ke mbyllur marrëveshjen, prospektit tot faleminderit. Faleminderit që më ndihmove ta marr këtë vendim. Faleminderit që më ndihmove të ecë përpara. Atëherë e di që ti je një closer i vërtet. Pra, ka një diferencë madhe mes një shitësi edhe një closeri. Sot dua të të mësoj diçka jashtëzakonisht shumë të rëndësishme. Pse duhet të ndalosh përfundimisht shitjen dhe të fillosh closing? Pra, të mbyllësh një marrëveshje dhe cila është mënyra më e fuqishme që unë njoh për të mbyllur një marrëveshje haetikit. Dhe nuk është ajo që ti mendon. Sot do të mësoj atë që unë e quaj vlerë përpara shitjes. Shkruaje të mbaj shënim. Vlerë përpara shitjes. Sepse ti kur jep vlerë pa kërkuar asgjë në këmbim, njerëzit duan të blejnë. Nëse shikon rrjetet e mia sociale, kam shumë ndjekë. Dhe çdo herë që bëj një ofertë, çdo herë që shes, çdo herë që mbyll një marrëveshje, unë nuk pres telefonatën, nuk pres atë takimin ballë për ballë për të bërë mbyllje. No, sepse ajo pjesë është shumë e vështirë. Ka shumë pak kohë për ta bindur dikë që të thotë po. Në vend të kësaj, unë besoj se duhet të bësh shumë punë përpara se të hapësh gojën. Shumë punë duhet të bësh përpara se të thuash qoftë edhe një fjalë të vetë. Në një video të mëparshme kam thënë këtë. Mënyra më e mirë për të shitur një kuti me çokoladë është t'i japësh dikujt një çokoladë, një copë, ta provojë. Dhe nëse i pëlqen, ai do bëjë gjithë kutinë. E njëjta gjë ndodhet edhe me mbylljen e shitjes. Unë nuk dua të mbështetem tek momenti i mbylljes. No, as tek ajo biseda ballë për ballë, as tek telefoni. Që ai moment të bëj gjithë atë punën e rëndë, heavy work. No. Unë dua të filloj një herë mbyllje, unë filloj një herë closing shumë më herët se sa fillon shitja. Dhe mënyra më e mirë për ta bërë këtë është vlerë përpara shitjes. Shkruaje. Vlerë përpara shitjes. Tashi, si mund t'japësh vlerë dikujt përpara, në mënyrë që kur dikush, për shembull, konsumon materialet e mia, shikon videot e mia dhe ndjek përmbajtjen time, besimi që ndërtohet natyrshëm dhe në momentin që unë bëj ofertën për të shokollaj të thotë po. Ja po t'jap një shembull perfekt që ti kuptosh se çfarë po them. Imagjinoj që je për shembull një instruktor palestre. Okej, je instruktor karate, mëson ato karate. Dhe po i mëson dikujt si të japi, si të bëhet pra ai ripi i zi. Okej? Ai sigurisht askush nuk bëhet ripi i zi brenda natës, Ka një seri hapash që duhet të kalosh për të arritur atë. Okej? Le të themi, hapi i parë
qëndrimi korrekt. Hapi dytë, fleksibiliteti, bazë. Hapi tretë, ushtrime shtriri, okay? Pastaj goditjet me grusht, pastaj goditjet me këmbë, pastaj teknika e kërcimit, pastaj fuqia dhe shpejtësia dhe qëndrueshmëria. Pra, ne themi që janë 7 hapa për të kaluar nga pika A në pikën B. Okay? 7 hapa. Jemi dhe i këtu bashkë me? Good. Tani, mënyra më e mirë për të bindur dikë që të thotë po, është. Shiko, ky është personi që të më mësojnë të bëjmë ka që përgjishëm? I sigur? Ky është personi që mund të bëjmë mua që të bëjmë atë të zi? Nuk është se duke i thënë sa i mirë ti je, ai do bindet. No, ti e di që të duhen 7 hapa për të arritur qëllimin. Gjithçka që duhet bësh është të ofrosh vlerë në fillim. Vlerë përpara shitjes. Më lejo të të mësoj diçka. Përmes përmbajtjes time, si të mbash qëndrimin e duhur. Më lejo të qëndroj pak tek hapi i parë. Nuk do të çoj më njëherë tek qëllimi final, por do të çoj tek hapi i parë. Madje mund të të mësoj edhe disa ushtrime bazë, shtrirjeje, që mund të bësh nga rehatja e shtëpisë tënde. Për të bërë më fleksibël, për të afruar pothuajse tek hapi i dytë. Tani çfarë ndodh? Nëse unë jam personi që të çon nga pika A në pikën B, jo deri në fund, jo ende deri tek qëllimi final. Por ti merr tashmë vlerë, merr vlerë dhe tashmë po përfiton nga informacioni falas që unë po t'jap. Nga vlera falas që unë po t'ofroj. Atëherë, ajo që prospekti mendon është kjo. Wow. Nëse kjo është vlera që po marr falas, si do t'jetë vlera që unë do marr pasi të blej produktin apo shërbimin. Pikërisht kështu funksionon formula e vlerës përpara shitjes. Ti nuk pret momentin kur ndodh pagesa, kur bëhet transaksioni, që të fillosh të bësh mbylljen. No, ti ke filluar të mbyllësh që në fillim. Që në momentin kur ti jep vlerë tregut, kur po jep kaq shumë vlerë përmes eventeve, përmes përmbajtjes, kur bën ofertën, prospekti mendon, po kjo është e thjeshtë, pa asnjë dyshim. Sigurisht që dua të blej. Unë tashmë po marr shumë vlerë. Ti më ndihmove të zgjidh problemin e 2 hapave të parë. E di që kam edhe 5 hapa të tjerë përpara. Sigurisht që ti e personi, kompania, zgjedhja të cilën dua të vazhdoj. Në vend që të përpiqesh ti bindesh, nuk më pëlqen, nuk më beson, por jep disa para, jo, kjo është gabim. Jepi vlerë para shitjes. Ndihmoj të zgjidhni disa probleme që në fillim. Kur e bën këtë përmes rrjeteve sociale, përmes videove, përmes edukimit, përmes përmbajtjes, ekziston një mënyrë e zgjuar për ta bërë. Dhe këtë mund ta bësh në një shkallë masive. Po ndikon jetën e kaq shumë njerëzve, po shton kaq shumë vlerë në jetën e tyre. Dhe kur ti bën ofertën, gjithçka bëhet e lehtë. Sepse në atë moment oferta është thjesht çasti kur materializohet gjithë puna e madhe që është bërë që në fillim. Pra, nuk je duke shit. No, nuk po përdor këto truke, marifete, apo teknika të sforcuara për të bërë njerëzit që të mbyllin. No, ka një kohë dhe një vend edhe për ato. Por nuk ke nevojë fare për ato. Jam i sigurt që kam studentë që po e shikojnë këtë video tani. Nëse ti je një prej tyre, komento më poshtë. Ky është personi. Sigurisht që dua të mësoj për ti, sigurisht që dua ta kem mentor, sepse kam bërë kaq shumë punë përpara. Unë i kombinoj dhe synoj të kombinoj branding, edukimin, marketingun dhe mbylljen e shitjes si një vetëm, jo si komponent të ndarë, por si një sistem të vetëm. Qëllimi im është të arrit në një pikë ku mbyllja është automatike, ku mbyllja është natyrale. Nuk ka sforcim, nuk ka presion, ku njerëzit janë të lumtur që mbyllen. Dhe pikërisht për këtë arsye, duhet të ndalosh shitjen dhe të fillosh në udhëzim, para se të mbyllësh marrëveshjen. Para se ta mbyllim,
duhet të të mësoj edhe një gjë tjetër shumë të rëndësishme. Çdo herë që ofron diçka, çdo herë që bën një ofertë, duhet të synosh të dorëzosh 10 herë më shumë vlerë. Çfarë do thotë kjo? Kjo është ajo që unë besoj realisht. Është motori i biznesit tim. Nëse shet diçka për 100 euro, çfarë mund të bësh ti që të dorëzosh 1000 euro vlerë? Kur arrin ta bësh këtë, mbyllja bëhet e lehtë, sepse njerëzit e shohin vlerën. Vendimi për të vlerë bëhet pa menduar vlerë. Ata janë të lumtur të blejnë nga ti sepse e shohin qartë sa shumë vlerë ti po dorëzon. Prandaj dua që të mendosh për këtë gjë. Si mund ta implementosh vlerën para shitjes në biznesin tënd? Si mund të dorëzosh 10 herë më shumë vlerë? Çfarë mund të bësh ndryshe? Dhe dua të të lë me një mendim final. Mbyllja nuk është diçka që ti e bën kundër dikujt. Mbyllja është diçka që e bën për dikë. Mbyllja nuk është presion. Mbyllja është shërbim.